3, 4. E nisëm kështu mambël emisionin Bisedë sot, e nisëm me Ledri Nixhën edhe Leandra Ramën, të cilët interpretuan në violinë këngën Silent Night. Po ashtu të ftuar në studio e kam edhe Vesa Dulin, që është mësimdhënëse në shkollën e muzikës. Vesa, mirë se erdhe, edhe mirë se erdhet ju, e faleminderit për performancën. Faleminderit për ftesën më së pari, është gjithmonë kënaqësi me qenë në studiot e radio televizionit Syri. Është kënaqësi edhe për neve me të pasur në studio vazhdimisht. E dim të kemi përcjellë në koncerte të ndryshme tash edhe si profesoresh, e ndërkaq që arsyeja pse jemi këtu është më tepër për të diskutuar për koncertin e fundvitit që do e mbani me këta fëmijë. Si ka nis, a është koncert që mbahet për çdo vit, a është viti i parë që po mbahet ky koncert? Jo, ne zakonisht organizojmë çdo vit, çdo fundvit. Edhe ky koncert është me karakter festiv, pasi jemi në prag të festave të fundvitit. Koncertin e kemi bërë kësa herë pak më ndryshe, se fëmijët nuk kanë vepra solo, po kanë duo ose trio, do më thonë, gjithmonë kemi mendu me bërë diçka pak më të bukur, se dhe socializohen fëmijët pak në mes vete, edhe është shumë ndihen më rahat kur performojnë bashkë. Ky koncert është në bashkëpunim me një mësimdhënëse tjetër të shkollës, që është Urtin Gashi Krasniqi. Edhe ajo është mësimdhënëse e violinës. Edhe jemi mundu bashkë që me punu me fëmijët edhe me përgatit diçka të bukur për këtë koncert. Sa ka qenë vështirë me i koordinu fëmijët, si që the dhe ti, jeni mësu që zakonisht këta solo me performu, e tash e kam punën në grupe përmende dhe pjesën e socializimit që është shumë ma mirë për këta. Sa patet vështirë me i koordinu për këtë koncert? Fillim është pak e vështirë, se jam mësu gjithmonë të lujtë solo brenda 4 mureve bashkë me mua aty, ose me profesoreshën tjetër. Mirë po, pas të kam fillu me mësu bashkë, edhe ka pak dallim të moshës zakonisht se kemi bo edhe qëto kombinimet klasa e parë, për shembull me klasë 4 kam e lujtë bashkë, që janë diferencë madhe, po që janë mësu, janë adaptu, kemi bo provat mjaftueshme, besoj që ka me shku mirë. Besoj që kanë mirë dojë. Ledre, si kanë shku provat? Shumë mirë. A ke pas ndonjë vështirësi gjatë provave? Jo, se ku mosrua nuk kom bë ndaj vështirësi, nuk kom pas. E din këtë punë, je i zoti. Po ti Leandra, si të kanë shku provat? Shumë mirë. S'ke pas as ti vështirësi? Jo. Dashuria për instrumentin, po duket që ka bot vetën edhe pa vështirësi kanë kaluar provat edhe pritet me performu. Çka do të përmbaj koncerti, cilat pika? Zakonisht, si thash edhe më herët, kemi veprat që janë me karakter festiv, si Jingle Bells, Silent Night, edhe shumë vepra tjera që s'po më kujton për momentin, po që janë zakonisht shto për duo ose trio. Koncerti do t'jetë i hapur për të gjithë, po ne kemi bo zakonisht është koncert klasor që vinë prindrit e nxënësave, por që është i hapur për të gjithë nëse kanë dëshirë më ardhë. Përveç kësaj, ti Vesa ke pas angazhime mjaft këtë vit, ti faktikisht e ke instrumentin e violës, nëse nuk gaboj. Po që ligjëre në shkollë violin, për nxënësat sepse është një instrument pak më i madh, edhe fillojnë me hapat e parë, zakonisht duhet me fillu me violin, edhe me këta kom fillu me violin. Por kur ke fillu ti, e ke fillu direkt me violën? Edhe unë e kom fillu vitin e parë me violin, i kom marrë hapat e parë, kështu që mas te kom kalu në violë. Se dole në violë? Se në fillim e kom zgjedh violën, por që s'ka pas instrument edhe është me fillu. Cila është diferenca
Paka shumë neve na duken njëjta, një që jemi profesionist të fushës, na duken viola dhe violina paka shumë të njëjta. Ku është diferenca këtyre dy instrumenteve? Parë është madhësia, domethënë, po vendoset njësoj se violina, i ka telat më ndryshe edhe timbrin e ka më thellë. Ndërka që ti e pjesë edhe e Filharmonisë Kosovës edhe keni pas angazhimet shumëta në këtë vit, cilat janë disa prej angazhimeve që i veçan? Jam pjesë e Filharmonisë Kosovës prej janarit vitit 2020, që po bën gati 4 vite. Bashk kemi pas shumë koncerte si brenda dhe jashtë vendit. Kisha veçu 2 performanca që kemi pas jashtë vendit, njëra në Izmir të Turqisë, që ka qenë vitin e kaluar në shtator, dhe tjetra në mars të këtij viti në Portogali, në Lisbonë dhe Braga. Këto kanë qenë 2 paraqitjet tona që më të mira që kishim shumë mirë përfaqësuar vendit, domethënë prej Filharmonisë. E keni përfaqësuar vendin edhe njëkohësisht është mundësi e mirë edhe për juve, keni pas mundësi edhe me eksploru kultura të ndryshme, me bë krahasime edhe sa i përket muzikës edhe kulturës. Cili prej këtyre vendeve ty kështu personalisht ka lënë mbresa më tepër? Lisbona. Pse? Kulturën më ndryshe, prej popullit tonë normal. Ka shumë gjëra po besoj që janë të veçanta dhe që janë më ndryshe që të bojnë me dosht një vend. Vetë ajo ndryshimi faktikisht duket interesant. Ledre, çfarë vite po të bëhen me violin? 3 vite. 3 vite me violin. Edhe mendojmë që veç me violin me vazhdu tash. Po. Me smindru mu. Me smindru mu. Po ti Leandra? 1 vjet. Është viti i parë? Viti i parë. I parë, si po duket? Shumë mirë. Apo ke vështirësi me u përshtat me nxënësit e tjerë? Jo. Po të shkon mirë? Po. Çka të pëlqen më shumë te violina? Te violina më pëlqen muzika edhe tingulle. Tingulle. Veç ka nis kjo dashuria për instrumentin që mandej nuk ndahet, e kam parë edhe tek ju që në vazhdimsi keni nisin si nxënës edhe mandej keni vazhdu me u marrë vazhdimisht me muzikë, tash je edhe profesoresh në shkollën e muzikës. Si është kjo diferenca e të qenurit dikur nxënëse, tani profesoresh, si e bën dallimin, si duket? Po, është knatësi normal me punu tash me ish me se nxënësit e mi që i kom pas kur kam qenë nxënëse. është normal edhe privilegj shumë i madh. Diferenca është që tash po mundohemi me bo aktivitete më të shumta me nxënësit me bashkëpunim edhe me drejtorin e shkollës, zotrin Kastriot Sada, që të cilin e përshëndes dhe falenderoj për punën që po bën edhe me ne, edhe bashkë me fëmijët po mundohemi me bo diçka të bukur me ngrit nivelin e artit dhe të kulturës të qytetit tonë. Pikërisht, pra si gjithmonë shkolla muzikës ka kontribuar në këtë aspekt edhe kjo është shumë e rëndësishme. Vesa, a ja vlen këta të risët me u marrë me violin tash ti e ke atë përvojën? I përmendem edhe eksperjenca tua, e ke përvojën, a ja vlen me u marrë të rritë me instrumente, si që është violina në këtë rast? Mendoj që ja vlen, sepse spari, fëmijët si tash socializohen njëri me tjetrin, është knatësi marrë në shkollë muzikës, të largon për realitetit, të ne largon për këtyre telefonave që tash po përdoren shumë. Muzika thjesht arti, do më thonë, të bën mundi ndryshe prej profesioneve tjera. Shumë e vërtet. E sugjeroj të gjithë prindve që nëse veç vrejnë pak talent të fëmijët e tyre t'i sjellin në shkollë. Pse jo, e the edhe te teknologjia është shumë e rëndësishme me i largu fëmijët nga teknologjia. Po është profesion që kërkon kështu, është i shtrenjtë, instrumentet janë shtrejta faktikisht? Po, janë, fillestarët jo, s'kisha me thonë, po pastaj normal që si çdo profesion lëp investim dhe mandej buhet. Po në fillim nuk mjafton dëshira. Po, mjafton dëshira, talente. Vesa, si eshe publikun në Gjakov në raport me muzikën klasike? Ndër vite, ti ki pas eksperiencat të ndryshme, koncertet të ndryshme, a është rrit interesimi i njerëzve për me përcjell, për shembull, koncertet e muzikës klasike? Po, prej fillimeve të mia, kemi pas audiencë
mirë po ka vazhdu me ushtu edhe tash përshët prej koncertit fundit që kemi pas në Pallat të Kulturës, audienca ka ardhur të ushtu, domethënë edhe është interesimi shumë i madh. Edhe faleminderit gjithmonë që na përkrajnë edhe vinë në koncertet tona. Si instrumentiste, a ka një rutinë speciale që e ke kështu para performancës, ose që i rekomandon nxënësve? Unë edhe këtu një thamë që nuk duhet më ardhë direkt në orë pa ushtru në shpe, edhe unë për veti i thëmë që alo vazhdoj me ushtru, i kemi këto tonat në zemjet e para, dhe më thonë të ditës, shkallë, shkallujmë sane teknike që me qenë gjithmonë në formë për me performu, edhe këtu një thëmë që duhet me vazhdu edhe jo kështu. Kështu që dëgjani mësuesen. A dëgjani jo, a i një dëgjushëm kështu? Po, nuk kundërshtun sot, kur gjo. Jo. Fjallën kryesore sot e pati instrumenti, për këta e dëshmuan vetën aty ku duhet. Vesa një mesazh për këtë fund të vitit, edhe sa i përket profesionit, edhe sa i përket çka do që ti ke dëshirë me transmetu. Po, flasë për të rinjt, edhe moshës Landës edhe Ledrit, edhe moshës time që me vazhdu mi ndjek andrat e tyne, me punu shumë në atë që dojnë me mri, edhe shumë shëndet edhe shumë dashni për këtë vit që po vjen. Faleminderit. Ndërka që ju, a keni ndonjë urem për bashkë moshatarët e juaj? Ha, Ledri? A ti urojnë vitin e ri? Une ja uroj vitin e ri dhe Krishtlindjet, edhe me që të usrojmë shumë për të bërë të sukseshëm. Bravo, Ledre. Leandra, a keti një urem për bashkë moshatarët? Po, unë ju uroj vitin e ri dhe të jenë shumë të lumtur, po ashtu edhe të mësojnë. Bravo. Faleminderit shumë. Po, unë nuk po jo lë me shku pa na performu edhe diçka. Çka kanë me performu tash? Pika fundit që kemi përgatit është Jingle Bells, masi të që thash që është me karakter festiv, besoj që keni më kënaqur edhe ju. E dëgjojmë tash edhe Jingle Bells të interpretuar nga Ledri edhe Leandra në violinë. 1, 2, 3, 4. Pas kësaj performance është koha për storjen e ditës. Ky vit ka qenë një vit i mrekullueshëm për filmin, qoftë artistik apo të zakonshëm, edhe nëse tema kryesore e filmave ka qenë thellësisht pesimiste. Fenomeni Barbenheimer nxiti arkat përfitime, grevat hollywoodiane përfunduan e shumë ngjarje të tjera karakterizuan këtë vit filmik.
Ky vit vure në pa dhe faktin se regjisorët grahuar në The New York Times, këta janë 10 filmat më të mirë të vitit 2023. 你有打算你有想去的地方吗？想去哪个国家？ Stonewalling nga Hwang Ji dhe Rui Otsuka. Është viti 2019 kur hapet ky film. Lin, e re, me dhimbje, po përballet me një sër pengesash të frikshme, duke përfshirë të dashurin e saj problematik, prindërit grindavec, pa punë dhe një të ardhme të pasigurt. Në kohën kur historia përfundon, është fillimi i vitit 2020. Të gjithë kanë të veshur maska kirurgjikale dhe Lin është e lodhur pasi që ka provuar çdo gjë. Ajo është gjithashtu shtatzën dhe tani ka diçka me vlerë. Je suis Coriangelis Brown i do nëse filme. Orlando, My Political Biography nga Paul B. Preciado. Quelqu'un m'a demandé un jour. Në këtë dokumentar eseistik, Preciado, një filozof dhe aktivist transgjinor me origjinë spanjolle që bën debutimin e tij si regjisor, përdor romanin e Virginia Woolf me po të njëjtin emër. Ai e përdor këtë si një trampolin për të eksploruar kompleksitetin e identitetit, duke u mbështetur në një gamë të gjerburimesh dhe i ndihmuar nga 20 interpretues trans dhe jo binar, Preciado ka bërë një film lozonjar, urgjent dhe sa intelektualisht frymëzues, aq edhe emocional. You're Lizzie, right? Showing Up, Kelly Richard. But I really want to join it. Kjo histori ndjek Lizzyn, një skulptore në Portland, teksa përgatit një shfaqje të re galerie, ndërsa po lufton me miqt, familjen, macën e saj shumë të keqe dhe një pëllumb të plagosur. Por Lizzyn, bërja e artit është një akt vetkrijimi dhe një mënyrë të qenurit, gjë që dyshoj se do të thotë se ky film i bukur me shkallë modeste është gjithashtu disi një autoportret regjisorial. Shitty thing to do to a person. I'm sick of it. Have a great night. I go to war for you. You know that? Against this whole city, but they're not breaking us up this time. In May 1940, Amsterdam was taken over by the Germans. Occupied City nga Steve McQueen. Immediately, they set the clock forward. Në dokumentarin e tij befasues dhe zyrtarisht rigoroz 4 orë e gjysmë, ky regjisor britanik i filmit 12 vjet sklav përdor skena të përditshme nga Amsterdami bashkohor për të hartuar rrugë pas rruge, adres për adres, fatin katastrofik të popullsisë hebreje dhe të qytetit gjatë luftës së dytë botërore. Filmi u shkrua nga Bianca Stinkter, gruaja McQueen dhe u informua nga libri i saj, Atlas of a Occupied City, Amsterdam 1920-1945. Menus Pleisris Lestroisgros nga Frederick Wiseman. César, qui est chef de cuisine dans cette maison. Në këtë film thellësisht të këndshëm, Wiseman fokusohet në familjen Troisgros, një dinasti kuzhinierës francez. Pjesa më e madhe e filmit zhvillohet në restorant-hotelin e tyre të famshëm në Lojre, ku paterfamiljas mbikëqyr një ekip që me dashuri, zgjuarsi, koreografi, teknik sublime dhe respekt për botën më të gjerë, krijojnë një habi pas tjetrës për kënaqësinë e tyre dhe të tjerëve. You know, you got nice color scheme. Killers of the Flower Moon nga Martin Scorsese. Në këtë pikë rënqethëse Scorsese rishikon një zbavitje krimi vrastare të kryer nga amerikanët e bardhë, të dashuruar dhe miqt, fermerët dhe bankierët, ligjvënësit vendas dhe kujdestaret e emëruar nga federalët kundër anëtarëve të pasur me naftë të kombit Osage. Qendra emocionale është një histori mizore pa përshkrueshme e dashurisë dhe tradhtisë, një komplot i ushqyer nga lakmia dhe një besim i palëkundur në epërsinë e bardhë. You've got to take back control of your home. Slow, take time. Ky vit ka qenë i pasur me filma nga më të ndryshmit të cilët kanë pasuruar kinematografin. Të tjerë emra filmash që kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe ja vlen t'i shohësh, por nuk janë përfshirë në listën primare, janë All Dirt Road Stays of Salt, Earth Mama, Fallen Leaves, Ferrari, John Wick Chapter 4, Past Lives, RMN, Scarlet, Will o' the Wisp, Youth Spring, e të tjerë.
You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Miq të televizionit Syri dhe të emisionit Bised, ishte krejt kjo që ka kishim përgatitur për sot, po shpresoj që keni kaluar mirë në këto minuta gëzuar festat e shëndet. Tung tung.